arrestimin dhe lirimin post arrestim nga e njëjta prokurori, kjo quhet legendlek. Ta janë legena. A janë burra këta, burrat e ligjit. Burri i ligjit pa arrestoje, maja të arrestoje, çajnë gjyq më vëlla. A ke për çfarë arrestonte? A i kishte kërcënuar kë. Qëfse i kishte kërcënuar dhe ky ishte një kërcënues i më shumë, çaj korbi e kupton. Pa i këtë shënsi ka tani, s'po him faktit. Po a pretendojnë ta që i ka kanos. Çfarë për gjyq? Çfarë ndalore ka lamashma? Kjo është, domethënë, e lem ligjin se këtë ligji është shkel me të katra këmbët dhe ata zyrtarë që kanë bërë atë ndalim, arrestim, ku diun çfarë emri i kanë vënë, ata nuk duhet puthin më në zyrat e shtetit. Është minimumi që mund ndodhi. Nuk duhet kenë më drejt firma ata, sa ata janë smur psiqik. Dhe me smundja e tyre psiqike merr në qaf një sistem të tërë. Dizekuilibri mendor, si mbajnë nervat, qofse prokurori nuk e mbajnë nervat në sallën e gjyqit, qofse prokurori mendon se në sallën e gjyqit këndon vetëm ai, ose ajo, kushdo qoftë, tregon që ka një problem me sistemin nervor. Dhe këtë gjë kjo nuk zgjidhet me kamomil. Do të marrin ilaçe, do të hapin rrugën. Të vinë tjerë që kanë nerva për ta bërë. Është fare thjesht kjo gjë. Sepse për çdo minutë të heqjes lirisë avokatit do paguajnë ata. Dikush do paguajë se çka ka kjo punë. Si i bëhet kjo një punojës i ligji mo? Imagjinoni çfarë bën një hallaxhiu që s'ka haber fare. Imagjinoni çfarë bëjnë këta? Po të mos kesh pak haber dhe po të mos çohet një komunitet të tërë, detyrohemi gjithë të heqim dorë nga pjesëmarrja në seanca gjyqësore për të bind një të dizekuilibruar në prokurorinë e Elbasanit, ç'është kjo më? Nuk është një rast sporadik, kjo është një rast ekstrem. Dhe në këtë rast duhet falenderuar dizekuilibri nervor i prokurorit, sepse në fakt nxorri në sipërfaqe një problem që ka kohë që fshihet. Kush është problemi që fshihet? Problemi është karikimi në ekstrem, absolutisht në ekstrem, i rolit të prokurorit në drejtësi. Shifini me vëmendje dhe opinioni publik është i karikuar në ekstrem, kënaqet në egzaltim. Bile edhe kur pyeten në sondazhe pontojnë fort, prokurori, mirë ja bëri, arrestime, sidomos me këta të spakut. Se këta i bin shkurt, arrest me burr, hajde futet burgat i punë, kanë gjëra s'kan që fut te burg se i gjë ka bër dikush. E kupton, kjo është një histori e cila ka nxit një pritshmëri popullore që prokurori është maja e icebergut. Prokurori është çdo gjë. Dhe ky prokurori tani që vjen në gjyq, kudo të shërbej ky prokurori, ndaç në Korç, ndaç në Puk, ndaç në Spak, ndaç në Tak, ndaç mak kudo që të ketë, ky duket vetja që është mreti. Ky është zoti mbi tokë tani. Dhe kjo ka krijuar atë që quhet Republikë Prokurorësh. Që këta të fat marrin të fusin burg aty dhe një atje ata kismet, shohin një gjë do ketë për ty. Po gjyqtarët janë si pula. Sepse ligjet e reformës në drejtësi e kanë diskredituar figurën e gjyqtarit. Gjyqtari do të japi llogari 24 orë në 24 të punojësit dëshuri i prokurorisë. I kontrollohet shtëpia, pasuria, 24 orë në 24, me ligj, jo me vendim gjykate, me ligj. Merret peng, intimidohet. Gjyqtari është primikshë edhe prej Koskma, shqiptar është dhe si puna jon. Ka dhe halle, ka dhe fëmijë për të rrit. Ka dhe gruan ose burrin pa punë. Ose në punë që e heqim nga puna. Ja, pra kjo është historia, se mos i mendojmë në gjyqtarë që kanë ardhur nga Amerika, i ka sjell Trumpi me kështu me Marinca edhe do na gjykojnë kështu dhe nuk më shqiptar janë ata. Po janë shqiptarë të cilët ligji padrejtisht i ka vënë nën prokurorinë, jo mbi prokurorinë. Dhe nëse ka diçka që duhet bërë, ky ligj duhet shporur nga këto ligje që lejojnë prokurorin mbi gjykatësin, që lejojnë sistemin e inkuizicionit për akuzash mbi të gjitha, që e bën gjyqtarin një njeri noter, në rastin më të mirë,
Nuk e në ligje këto. Është faqazez. Kjo Kjo është për shkak të ligjit, pastaj ka edhe abuzime për shkak njerive, patjetër, se ka edhe prokurorë të cilët për të bërë CV, për të bërë karrierë, mendojnë që janë zoti mbi tokë, edhe nuk e kanë problem fare me rritë dhe presionin ndaj gjyqtarëve. Dhe gjyqtarët kanë problem që të thënë, pse du të bëj luftën me prokurorin? Bëj më mirë me avokatin, që se pyet kush, se sa me prokurorin i cili ka i gjendor. Kjo reform ka një gjë, duhet kuptoni se reforma, ç'a është bërë me këtë reformë? Kjo ka qenë reformë personeli më. Kjo është, e thënë thjesht, është një reformë si të heqim dhe si të vëmë njerëz nga puna. Kaq. Kjo reformë ka bërë pak, edhe aq pak sa ka bërë, e ka bërë keq në raport me përmirësimin e shërbimit gjyqësor. Ne, po të lexosh ligjet e reformës janë si emërohet X-i, si shkarkohet Y-i. Si mlidhet K e D-ja, si përbëhet K e D-ja. Si i merr pikët K e D-ja, që pika u raft, dhe si i merr vendimet gjykata e lartë, dhe si te fleta e votimit ka shenjë apo s'ka shenjë, kuptoni çfarë kjo është reforma. Ky debat i fundit që ka shpërthyer në gjykatën e lartë, është debat absurd me qira fjala, por çon si ka, tregon eksakt se këto janë ligjet e reformës. Shihni çfarë është marrë reforma. Ka shkruar faqe të tëra pafund, nene pafund, në kushtetut, nene pafund. Të kesh kaq vjet këtu, mos ke qenë kaq vjet atje. Të mos kesh bërë sherr me gruan 3 vitet e fundit ose të mos kesh vizitu, po duhet kesh pa fëmijët me sy, ku budalliqe. Të kesh vizë amerikane apo mos kesh vizë kineze. E kupton, gjërat e kësaj natyre janë në ligjet e me këtë gjëra është marrë reforma. Nuk është marrë reforma me si shpejtohet gjyqi, si zgjidhet shpejt rasti, si qëndron gjykata mbi palët, pse prokurori nuk është njësoj si unë në sallën e gjyqit. Këto gjëra nuk i ka zgjidhur reforma, përkundrazi i ka përkeqësuar. Dhe kjo është arsyeja pse ne kemi këtë situatë. Pra, na pëlqen prokurori kur arreston, por në fund ditës urrejmë gjykatësin i cili s'del dot mbi prokurorin dhe ka urrëtie sot. Nëse qëllimi, dhe ka një kriter, qëllimi themelor i reformës në drejtësi ishte besimi i njerëzve tek gjyqësori. Pra duhesh rrit besimi i njerëzve tek gjyqësori. Sot mas 10 vjetëve, jo vetëm që nuk është rrit besimi, po ashtu urrëtia. Tani, çfarë kriteri i suksesit doni më tepër? 0 pra me xhufk është. Sepse në vend të rrisje besimin ke shtu urrëtien, dhe në një vend ku gjykata urrëhet, harroje besimin. Çdo reformë quhet 0. Mund të jetë shumë e mirë në letër, mund të jetë me qëllime të jashtëzakonshme, por nuk është arrit qëllimi më, është përkeqësuar gjëja. Tani si ta bëjmë? Ç'a ta quajmë? Sukses. Kushdo që e quajnë sukses, ka i problem me popullin shqiptar pastaj. Nuk është realist. Ose dhe vazhdon me historitë dhe me po nuk e të mazuk po flitet më për suksese. Po ta keni vënë re, edhe pësoja nuk flet më për sukses. Ka një problem shumë të madh, kompromisi më i madh që ne kemi bërë sot. Ne, kur nuk them ne të gjithë. Kush më pak, kush më shumë. Qeveria e para, parlamenti i dyti e kështu me radhë, dhe sistemi i drejtësisë në tërësi është. Ne fillojmë procedim penal pa një ngjarje penale, pa një pasojë penale. Sot kemi njerëz në burg, ose në paraburgim, ose në akuzë, ose në hetim, ose në procedim penal, pa një pasojë penale. Pra dikujt i thon sigurim kushtesh për vrasje, ndërkohë s'është vrarë njeri. I thon armbajtje pa leje, armën se ka pa kur me sy. Jo ta ketë pas në dorë, pas nuk e ka pa me sy. I thon e korruptuar, po si kanë gjetur as i lek. I thon shpërdorim detyre pa detyrë, s'ka pas detyrë fare. Po mo. Inxhinieri i inceneratorit Firit. Ishte private, shpërdorim detyre i thon. E majtë një vit në paraburgim atërë. Me këtë akuzë absurde. Dhe nga kush, nga gjykata e litë pra. I thonë, kujtën që atë themon, fillojnë pa vërtetu një shkelje ligji, marrën shpërdorim detyre. Po ku ç'a shkela, po ç'a bëra mëre? Jo e dini që edhe Safetin e morën për shpërdorim detyre fillimisht. Dhe pastaj ja kaluan korrupsion, ja qytën dhe korrupsion atë
fatkeqësinë. Pra dua të them që në qoftë se bëhet ky kompromis që ne lejojmë drejtësinë penale të fillojë procedim penal pa një pasojë penale, që quhet ndryshe pa një fakt penal, dhe kjo quhet normë, quhet standard. Shkollë dhe në gjykatë lartë, po tha le të hetoja, çfarë problemi ke ti? Si le të hetoj? Duke marrë njëri në burg pa një pasojë penale, pa një fakt penal, o njerëz. Nuk është kjo drejtësia penale e 200 viteve të fundit. Në perëndim flas gjithmonë. Në lindje po e kemi dajak. Kërcet dajaku edhe aty në burg e mirëpafshim, patjetër. Dhe ky është kompromisi më i madh që është lejuar sot në të gjitha shkallat e gjykimit. Dhe imagjinoni ku duhet ankohet një njeri që thotë, "Çka kam bërë more?" Kjo është pyetja e sigurisht, çka bëra që të meritoj të jem në burg? Që ta ditë paktën. Po ja po hetoj, po si po heton më? S'ke hetuar akoma? Çka kam bërë që jam në burg? Kjo është thelbi i gjës. Neni 5 i konventës flet për habeas corpus. Ma trego pasojën që të fillojmë të gjejmë që si lidhem unë me pasojën. Kjo nuk bëhet fare, zero. Kjo është, kam unë një dyshim, thotë, kam gjetë një celular, thotë, edhe këtu ka një mesazh, po këtë janë fjalë më. As në kanon s'ka qenë kjo, fjala mort nuk bën. Këto janë fjalë, fjalë kanë kontekstin e tyre. Është njësoj si ta zë gruaja celularin, edhe tash duhet t'i japësh kontekstin. Tash nuk do japësh gruas këtë kontekst, po japësh Altin Domanit. Pse po kjo është hetimi? Më vjen keq, po kjo është jashtë çdo lloj standardi. Nuk mund ta quajmë standard demokratik. Po është një standard, është standard. Patjetër, është standardi i linjës te Putini kështu ndodh. Te gjithë edhe në Afganistan kështu ndodh. Edhe ata e kanë një çerek drejtësie kështu ndodh ata. A më zon me fjalë? Ai janë fjalë mirë pa, aty ku është ajo drejtësia e çfarë thon ata, se s'po e zë emrin tani. Kjo nuk funksionon, nuk duhet të jetë kështu. Dhe nuk është kështu. Arrestimi i Erion Velis ka qenë prematur, pra i papjekur, jo proporcional dhe jo i duhur. Unë nuk jam në dashamirë si Erion Velis, me thonë drejtën, në kuptimin politik fjalës, nuk e kam votuar njëri, bile kam qenë dhe kritik. Por, kjo nuk më ndalon as pak që të shoh ose të konkludoj që është një gjë, është realisht jo proporcionale. E para. E dyta, është një arrest që lidhet me hetimen që nuk lidhen me rimtarinë e tij si kryetar bashkie. Pra nuk është se e kanë vënë në akuzë për diçka që ka të bëjë me një vendim të këshillit të bashkisë apo me një ngjarje me një pasojë që ka ardhur nga veprimtaria e këshillit e kryetarit të bashkisë dhe duhesh izoluar nga bashkia sepse po ta linim aty do bënte një ngjarje edhe më të madhe. Nuk ka qenë ky rast. Rasti ka qenë pse gruaja e kryetarit të bashkisë ka blerë ca gjëra online, punë e saj, ka marrë ca ka pas punë të veta, ka ca sponsorizime, kujtun se çfarë, gjëra të saj natyre, të cilat, nuk po them domos hetohen, që janë absurde edhe për mua, por çon si ka, le të hetohen, por kjo nuk çonte në arrestin e kryetarit të bashkisë në detyrë. Në këtë kuptim është jo proporcionale, e paligjshme dhe e pa justifikueshme. Në një sistem demokratik, flasim gjithmonë. Por për shkak se jemi në këtë sistemin e Republikës Prokurorëve, ku gjykatat janë nën prokurorët, jemi këtu ku jemi. Dhe ky shkak ka sjell këtë pasojë tani. Çfarë bëjmë ne me kryetarin e bashkisë që e kemi nuk na vjen dot në detyrë se e kanë arrestuar, etj. Dhe këtu fillon shtypja legale, pra fillon zë shkeljen, e kupton? Pra fillon nga arrestimi i paligjshëm e proporcional, jo i justifikuar, tek zëvendësimi, procedurat e zëvendësimit kryetarit të bashkisë që janë gjithashtu ligjërisht të pajustifikuara. Le të hidhen përpjekje dhe thonë çfarë don. Unë e kuptoj nevojën politike nevojën për të bërë politik, nevojën për të qoftë dhe emergjencën politike, e kuptoj, deri këtu e kuptoj. Por kjo emergjencë politike nuk mund të çojë në shkelje ligjore. Dhe unë nuk pres sigurisht që këtë logjik ta konfirmojë gjykata e sotme kushtetuese, pavarësisht se në të shkuarën e ka bërë, pavarësisht se në të shkuarën kryetar bashkisë që janë ankuar nga shkarkime abuzive kanë fituar në gjykatën kushtetuese, me thonë drejtën sot pritshmëria në gjykatën e sotme kushtetuese është e ulët, dhe kjo është për turp për përfaqe të zezë të gjykatës aktuale kushtetuese, që kanë pritshmëri të ulët.
Sepse gjykata kushtetuese duhet ishte që ditën e parë të kësaj çështje. Ne kemi vendosur, kemi disponuar në raste të shkuara, kryetari i bashkisë nuk shkarkohet pse i do qefi politik X-it apo Y-it apo qoftë të dyve bashkë. Gjykata kushtetuese pezulloi zgjedhjet sepse shkelja ishte për te çdo imagjinate. Kishte kaluar edhe imagjinatën më çfarë them unë, më të zhvilluar. Don presidenti i Republikës vendosi të ignorojë kushtetutën fare. Nuk i dilte ai në 115 aty, hiç nuk e lexonte, kishte lexuar fare atë, e kishte anashkalu. Dhe ishte aq fatale sa do e rënd tjetë përbërja gjykatës kushtetuese, sa për t'i dhënë pak të një spruco dinjiteti vetes, ata thënë, çfarë prit ta vësh, 1 minutë sepse ne do gjykojmë. Dhe kjo është një gjë që dhe tani gjithë e dinë që në 31 tetor nuk ka pritshmëri. Megjithëse shkelja e ligjit është evidente, megjithëse rënvelia nuk duhet ishte shkarkuar, sipas ligjit shkruar deri sotëm. Nëse mund shkruaj një ligj tjetër edhe mund të jetë ligjshme, por ai nuk duhet ishte shkarkuar. Në bazë ligjit, politikisht mund të gjejë një formulë politike, mund të gjejë një bashkëveprojë me rënvelin, apo diun, kishte zgjidhje politike. Pra ke nevojë për zgjidhje politike, gjej zgjidhje politike. Por jo në kurriz të kushtetutës dhe të ligjit. Kjo është ajo pastaj që shifeni çfarë sjell, pra një arrest jo proporcional, jo i justifikuar, jo i drejtë, jo ligjor, e çon veprimtarinë e shkeljeve ligjore e bën zinxhir. Shifeni çfarë do ndodhi të nesërmen, do bëhet standard kjo gjë. Do e bëhet dhe ka për të ndodhur pak a shumë kështu që një kryetar bashkie që s'e ka mirë me qeverinë, mjafton të shkojë Këshilli Bashkiak te roja i bashkisë që a e vuri atë kartën kryetari kur hyri në zyrë apo jo? Edhe nëse ka harru kryetari kartën, nuk kujton se ka vu dot për 2 muaj, i bie që të lejë detyrën. Ja ku do shkojë gjëja, do agravohet, do shkojë keq më keq. Nga një vendim i gabuar, nga një proces i gabuar që çon pastaj një seri procesesh të gabuara. Dhe në këtë pikë, me thënë drejtën, unë kam qenë dhe jam kritik në këtë gjë, se nuk do thosh ti punë e madhe, dakor, nuk e zgjidh këtë punë, se nuk e zgjidh kritika gjën. Por mirë është që t'ia themi vetes disa gjëra që mos harrojmë standardin, se ka dhe standarde kjo jetë, e kupton? Nuk është kjo që bëjmë ne standarde, kjo është shkelje e standardit. Jo, thash që më përpara, në qovë se prokurori është legjitim të regjistroj procedim penal, dhe të filloj çështje penale, me keq akoma të arrestoj njerëz, pa një pasojë penale, pa një fakt penal, po ky ka një celular dhe ka ca përgjime dhe me këtë i quhen fakt, ato janë fjalë, nuk janë fakte, me qira fjala. Dhe për këto fjalë që ke në celularin tënd ti ha dhe burgun, dhe nëse kjo legjitimohet, e quhet ndjekje penale, që në fakt kjo është abuzim me ndjekjen penale, dhe këtu është problemi, se ne spëndajmë të abuzimin nga ndjekja ligjore penale, këtu garancia e çdo kujt është zero. Çdo kush që përdor celular dhe që shkruan lar e pa lar, sipas çefet nëse njerëzit janë të lirë, duhet ta di që është subjekt i paraburgimit, që mund të hydhë në burg për fjalët e veta. Me standardin e sotëm. Het keqen e Enver Hoxhës, njësoj. Shifni në dallim? Po kur thonë që filan prokuror është i ndershëm. Është e bukur kjo gjëja popullore është i ndershëm. Vëllai, Rani Çela ka qenë i ndershëm. Po ishte i drejtë, se në këtu e kemi diskutimin. Prokurorët e gjykatës të asekëm të ndershëm ka qenë shkretat. Nuk e kishin të pandëshmëria problemin. Problemi ishte që ishin të padrejtë, që të merrin jetën, sa atëherë ishte dënimi me pushkatim. Të hiqnin atë shtëpinë, të internonin, të sakatonin. A ishin drejtë, të ndershëm kanë qenë, po të shihoj si burra mirë kanë qenë ata. Shumë të ndershëm, kështu. Okej, ne dashnore e kanë pas, po çon si ka, po të ndershëm ishin. E kupton? Dhe nuk po diskutojmë ndershmërinë e njerëzve. Këtu po diskutojmë a është i drejtë sistemi ku jetojmë apo jo? Dhe ky sistem i ngjan atij që
Kemi kaluar dhe po ju them kriteri themelor, insistoj tek kjo gjë, kriteri themelor është nuk mund të ketë ndjekje penale pa pasojë penale. Ka ndodhur diçka, rreth kësaj ndodhie fillon të ndërtohet puna. Nuk fillon puna tek njerëzit, atë kapin ca njerëz se duhet të ketë ndodhur diçka. Jo, më jo, a ka ndodhur apo jo? Nga fakti shkohet tek personi, nuk shkohet nga personi tek fakti. Nga personi tek fakti shkohet vetëm në Afganistan. E kanë bërë amerikanët në Guantanamo me dru. Me ato pikat e ujit në hund. Po nuk me ato pikat me ato kanë marrë të dhëna, kanë lëshuar raketa amerikanët, dhe kanë çuar gjyqet, as kishin lyt mendsh. Ky është dallimi. Tani këtu me këto të dhëna, me përgjime telefonash, ti shkon në gjyq dhe thonë, a ku jetesh? Ja, këtu janë fjalë, si që ka kjo, më kjo është absurde. Do të japësh llogari edhe për fjalët e tua. Pa ardh pasoja, se nëse këto lidhen me një pasojë, është çdo gjë. Në këtë kuptim them që kjo është baza e abuzimit me drejtësinë penale dhe është një situatë që duhet kap më e para, më thënë drejtën. Nuk ka kushtar i paroj tjetër, këto janë, ne nuk kemi tjetër, nuk kemi nga i marrën tjerët. Domethënë, zyrtarisht është parlamenti i Shqipërisë, ai që ne votojmë, institucioni përgjegjës që duhet ta marrë situatën në dorë, pra të duhet ndërtojë një agjendë të mirëfillt, masi të ketë vlerësuar çka ka ndodhur, se mas 10 vjetëve çdo shtet e bën një kështu më, e bën një pit stop, e bën një frymarrje, thotë, "Për një çfarë bën gabim ne këtu? Apo e kemi bërë mirë?" Dilet me një konkluzion zyrtar njërë. Këtë që themi ne në për media, duhet i thot zyrtarisht shteti, parlamenti, bën një vlerësim, zgjedh një sistem vlerësimi dhe thot që ka reforma, ka bëri 10 vjetë. Qa pasojash më krijoj? A i realizum objektiva që krijuam që në fillim, që kishim që në fillim? Nëse si kemi realizuar, ku dështuam? Sepse nga kjo analizë, do të marrësh edhe me konkluzionet e duhura, dhe përpasoj do gjesh dhe instrumentet e duhura. Se është një fjalë goje të thush kjo s'bën, kjo është ti bie shkolla, kjo s'bën, iko tani kjo. Po iko tani po ç'an do. Ndërkohë gjërat nuk ikin kaq kollaj. Sistemet nuk ikin kështu me 24 orë. Sistemet bën sot dhe krijojnë pasoja afatgjatë. Sepse kanë marrë njerëz në qafë, ose do vazhdojnë të marrin njerëz në qafë. Dhe kjo është një gjë që nuk korrektohet me një tërë të lapsit, por të paktën duhet filluar. Duhet filluar. Dhe a ka punë për të bërë pafund. Për mua, e gjithë drejtësia penale duhet ridizenjuar dhe duhet vendosur në një sistem të pastër akuzator. Çfarë do të thotë kjo? Prokurori dhe avokati janë njësoj në gjyq, kanë të njëjtat mjete, të njëjtat instrumente. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë kjo që gjykatësi është mbi prokurorin dhe është i paanshëm, njihet me çështjen për herë të parë në sallën e gjyqit, jo ke nevojtorja e gjykatës apo e zyrës vet, aty ku ka hallet e veta, se nuk ke gjyqje në dhëmë këshillimi. Absurde. Gjyq pa thirr fare. Çfarë ka marrë vesh ti pretendimin tim? Po më thirr më dëgjoj një herë. Ka një konvent, ka një kushtetutë që thotë drejta për të dëgjuar. Dhe kjo e drejta për të dëgjuar nuk mund të zëvendësohet me drejta për të shkruar. Sa ajo që shkruaj, ajo që them, janë dy gjëra të ndryshme. Ti nuk arrin ta kuptosh. E para, e dyta, ai që lexon, mos pretendojmë që do lexoj faqet e tëra, mos kjo është absurde. Aq më tepër në një kohë ku jetojmë ne, që është zhvilluar shkenca aq shumë sa që njerëzit kanë ngrënë 10 libra ka kohë. Po kjo është një koha ku jetojmë. Askush nuk mund pretendojë që ka lexuar 400 faqe. Është çmendëri, nuk e bën dot. Aq më tepër të lexosh, përpiqesh nga këto faqe të kuptosh emocionin apo të kuptosh çka ka dashur të thotë ky, çka ka dashur të thotë ai tjetër. Jo more, hap gjyqin në sallën e gjyqit, deri palët përplasen që të kuptosh çka ka ndodhur. Ky është gjyqi i hapur, ky është qëllimi i gjyqit të hapur. Tani gjyqet mbyllen, tani s'ka më salla fare, mbledhen gjyqtarët aty mbrana, çfarë do bëjmë këtë? Pse gjykim është ky? Si do e bëjmë ti rasti? Po ja se kujton se thotë çuni tezën, thotë çuni hallës. Ja pra ku kanë korrupsionin. Ke gjyqi mbyllur është korrupsioni. Ke gjyqi hapur s'bën dot korrupsioni. Sa është hapur ajo. Sa më shumë mbyllet gjyqi është më shumë shtohet mundësia për korrupsion. Nuk pa akuzoj, por shtohet mundësia për korrupsion. Pra, duhet vim te ky sistem akuzator. Jo në inkuzicion. Ne sot jetojmë në inkuzicion, ku flet prokurori dhe është ligj. Siç ka qenë atëherë, fliste prokurori është ligj. Duhet ndryshojmë
duhet ta marrim me shumë qetësi, po duhet ta marrim aty ku është. Është e dhimbshme, por pa e kuptuar kështu, nuk e korrigjojmë dot. Përkundazi, me ardhmën do vazhdojmë të bëjmë të njëjtën gjë. Këtë kemi bërë ne. Në 95 e kemi nisë me akuzator, kështu është bërë kodi i procedurës penale. I 95-s me sistem akuzator u nis sepse kështu ishte atëherë, ishte edhe fryma, dhe ishte edhe klima, të gjithë kishim një farë optimizmi, një farë. Pastaj këtë akuzatorin kemi filluar, kemi ngarkuar çik më shumë, e kemi çu peshorën më shumë nga prokurori. Nga koha në kohë kemi parë që prokurori na është bërë gjithmonë më i fortë, sot ka arrit në ekstrem. Po prit pra. Dhe ky avokati është një legendë që duhet edhe ta arrestoj. Kjo që ka ndodhur në Elbasan është konkluzioni logjik i një sistemi të degeneruar në vite. Ka degeneruar sistemi në vite. Dhe sot nuk kemi një sistem akuzator në këmbë, kemi një sistem inkuizicioni. Kështu që kjo duhet ndërtuar, me thënë drejtën, duhet ndërtuar nga e para. Unë di ta them këtë kurrësia tek e qysh, por Parlamenti i Republikës së Shqipërisë e ka këtë detyrë.